në Shqipëri. Prokurorët kanë detyrën të zbatojnë atë që thot Kodi i Procedurës Penale dhe i vlerëson gjykata nëse kanë bërë mirë apo nëse kanë bërë gabim. Nëse vendimi i gjykatës nuk na përshtatet, ligji ka parashikuar rrugën. Nëse thonë tëra gjykatat këtë gjë, atëherë ka një problem me mënyrën se si njerëzit konceptojnë të drejtën. Në lidhje me këtë, një pyetje që bëra edhe kolegëve para jush, në një skenar hipotetik, nëse një drejtuesi SPAK edhe një nga prokurorët e strukturës kanë hetim një zyrtar të lartë, ju merrni një këshill e cila edhe unë po ta lexoj tani kështu. Hipotetikisht më duket bindse për të thonë që shiko se stabiliteti i vendit është në rrezik dhe stabiliteti i vendit vlen më shumë se një dosje. Nuk po i pyes siç pyeta kolegët para jush çfarë do të bëni ju. Ne të gjithë jemi në dieni se ju keni pas çështje të rëndësishme. A mund të identifikoni ju një çështje e cila ju ka vënë në këtë dilemë të zgjidhni mes stabilitetit të vendit apo pavarësisht tuaj si prokuror dhe vendjes së drejtësisë? Nuk kam pasur ndonjë çështje, ka pasur çështje që kanë shkaktuar efekte, patjetër, por nuk kam menduar që ndonjëherë dhe nuk e mendoj që hetimi i një çështje sjell problem në stabilitetin e vendit. Mendoj që hetimi i çështjes, marrja e vendimarrjes sipas ligjit, gjithmonë sjell të mira për vendin dhe nuk destabilizon vendin. Nëse do kishte një rregullim të tillë ligjor, të shohim të zbatojmë. Vetë kësaj stabiliteti i vendit nuk komentohet me këshilla apo me mendime. Nëse ka një problem për vendin, lidhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Por gjithsesi, unë theksoj edhe një herë, në çështje që kanë patur, nuk e kanë ndier ndonjëherë këtë gjë, asnjëherë. Dhe i bindur që një çështje penale nuk e sjell një problematik lidhur me stabilitetin e vendit. Kam bindjen që një vepër penale duhet hetohet, duhet gjykohet dhe nuk mund të mbulohet me asnjë arsyetim tjetër. U pyet nga kolegët e Këshillit para meje në raport me drejtuesin aktual e drejtuesin e mëparshëm. Dhe të gjithë jemi dakord që kontributi i dy drejtuesve në ngritjen e institucionit është i çmuar dhe institucioni ka të rezultate që në cilat të gjithë jemi dëshmitar. Nëse themi që kjo lloj kontributi që ka drejtuesi kanë dhënë institucionit i legjitimon ata që nëse të vinë ty me një këshill gjithmonë në drejtim të institucionit dhe ju jeni drejtuesi i radhës dhe ju vinë me një këshill e cila juve nuk ju ngjit, le të themi. Si do të veproni? Si do ta vlerësoni ju këtë opinion të ish drejtuesit? Patjetër që këshillat mund të ndodhin jo vetëm nga ish drejtuesi, por unë thash përpara që edhe drejtuesit mund të pyesin prokuror. Specifikisht të pyes për këshillin që vjen nga një ish drejtues, i cili le të pranojmë mund të ketë një lloj legitimiteti për të thënë që shiko se ke merrit në të pikë dhe fal meje. Do ta dëgjoja me respekt e do ta vlerësoja sipas bindjes time. Ju përmendët që keni qenë në këshillën e dim, keni qenë në këshillën ku vend, keni shoqëruar drejtuesin në raportimet që struktura bën. Dhe shumë shpejt, në më pak se një vit do të vini, nëse do të zgjedhni drejtuesi SPAK-ut edhe në këshill, do shkoni edhe në kuvend. Tani atje ka dhe një komision tjetër për mbikëqyrjen institucionale, i cili mund të ketë dhe raportime më të shpeshta. Cila është ajo çështje kritike e cila ju shqetëson juve sot, që duhet adresuar, por për cilën ju nuk keni kohë të adresoni brenda më pak se një viti? Pra ju bën juve të ndjeni jo rahat për të raportuar pikërisht për atë çështje. Sigurisht raportimi i fundit ishte në muajin tetor, rezoluta ndoli akoma më vonë, ka detyra ku është se pa mjaftueshme. Çështje që do na vinte në vështirësi, patjetër janë ato detyra që Parlamenti ka lënë në rezolutën e vetë që ka miratuar për SPAK. Pjesa tjetër pastaj kush më shumë edhe kush më pak janë probleme që mendoj që
gjejnë zgjidhjen e tyre. Cila është ajo çështje? Mund të përmendni një konkretisht një çështje? Për cilën ju si drejtues e shihni vërtet që zgjidhjet është e zgjidhshme, por do më shumë kohë se sa ju keni deri në raportimin e radhës. Për shembull, analiza e situatës kriminalitetit që duhet të bëjë SPAK-u në raport me Policinë e Shtetit, raport me Shërbimin Informativ. Analiza që duhet të bëjnë lidhur me masat e marra për të periudhë 6 vjeçare dhe efektiviteti i tyre. Masa e sigurisë? Masa e sigurisë personale. Dhe këto janë problematike që unë nuk mund të them se çfarë faze janë tani, por nuk e shoh të mundshme të zgjidhen për një muaj, sepse raporti do të përfundohet varësisht vjen në datën 1 mars, por do të përfundohet në shkurt. Në këtë kontekst, cilat do të jetë prioriteti i politikës penale të ardhshme për të cilën SPAK do të prioritizojë? Nëse ju do të zgjidhni mes luftës kundër korrupsionit dhe luftës kundër krimit të organizuar. Të dyja janë të rrezikshme. Në mendimin tim, korrupsioni ushqet nga krimi organizuar, sepse është ajo që buron paranë dhe paraja pastaj korrupton zyrtarët. Por i shoh në dy këndvështrime të ndryshme. Krimi organizuar, plasë SPAK, është në një situatë që dashur pa dashur të luftohet. Jo për vetëm meritën tonë, por edhe për merit të partnerëve ndërkombëtar. Sepse edhe ne mund të mos hetojmë një person të caktuar, vinë provat nga jashtë të hetosh. Dhe unë mendoj që SPAK-u në drejtim është nivelin e duhur dhe ka vendosur standardet e vet. E shoh më problematike situatën e korrupsionit, jo tek goditja e të pandëshkueshme, se kjo nuk mjafton. Godet dikë, mbas s'është fjala normale, por pra nëse merr një zyrtar të lartë të pandehur, vazhdon çështja në gjyq, kam vërej që edhe pas saj situata e korrupsionit mund të vazhdojë. Thjesht njerëzit trëmbë, por janë të prirur që ta vazhdojnë veprimin e tyre. Dhe mendoj që në këtë periudhë unë do doja që t'i kushtoja më shumë si kësaj situate. Pra korrupsionit. Pra korrupsionit sistematik, bazuar në riskun, bazuar në informacionet që vinë, bazuar në analizën që ne mund të bëjmë trendeve kriminale të tjera. Në përcaktimin e këtij prioriteti institucionit, si drejtues i strukturës, si ishin i konsultimet rregullta me prokurorin e përgjithshëm dhe ministrin e drejtësisë, edhe KLP-n? A duhet të kenë ata një zë në përcaktimin e këtij prioriteti? Mendoj që kjo është kompetencë e vetë SPAK-ut, pra se si SPAK-u i përcakton prioritetet e vet dhe i vetmi organ që mund të ndikojë është Kuvendi me rezolutën përkatëse për çdo raport, por edhe me Ministria e Drejtësisë nëpërmjet vendimeve që propozon te Këshilli i Ministrëve për prioritetet për situatën e kriminalitetit. Në lidhje me korrupsionin që falet, janë shumë pyetje por shumë shkurtë, kolegë, se jemi edhe nga fundi. Ka përpjekje të lavdërueshme të strukturës në luftën kundër korrupsionit. Megjithatë ka edhe një opinion publik i cili ndoshta i mbizotërues, por është aty, i cili pretendon se korrupsioni nuk është luftuar në nivelet e larta akoma dhe është akoma prezent dhe nuk është godit, po përdor termin tuaj, mjaftueshëm, aq sa duhet. A bini dakord me këtë lloj deklarate, pra e pranoni këtë lloj qëndrimi që mbahet nga publiku dhe nëse po, çfarë do bëni ju për ta adresuar këtë çështje? Nuk e pranoj të lloj arsyetimi. Unë nuk mendoj që korrupsioni nuk është goditur, sepse vetëm duke parë nivelin e zyrtarëve, duke parë nivelin e çështjeve, mendoj që prokuria e posaçme ka bërë detyrën në të drejtim. Problemi qëndron që nuk mund të pretendohet që gjithë korrupsioni në Shqipëri që mund ndodhi sot do në një ditë, prokuria e posaçme të jetë në gjendje ta detektojë dhe ta ndjekë penalisht. Kjo është e pamundur. Prokuria e posaçme mund t'i japi shembullin që një zyrtar mund goditet, mund t'i japi shembullin që një vetari për bërë penale mund goditet, por për të arritur atje që mos kemi korrupsion,
duhet një diçka më shumë se sa SPAK-u. Pra të parë organet e tjera, prokurit të rrethave, policia e shtetit, po edhe ne vetë si qytetarë duhet jemi më proaktiv në raportimin e korrupsionit dhe situata korruptive. E pjesa tjetër është që sigurisht mendimet, opinionet janë të pranishme dhe shpeshherë bëhet sipas një lloj bindje që edhe nuk e njohin në të vërtetën e dosjes apo sa prova ka dosja. Është e lehtë të thuash që X zyrtar është i korruptuar, duhet shkojë në burg, por duhet të kesh provat e nevojshme për të ngritur akuzë dhe për ta mbrojtur çështjen në gjykatë dhe të marrë vendimi në formë të prerë. Nuk është e lehtë. Nuk mund të deduktojmë nga kjo që SPAK në thonjza ka dështuar në komunikimin publik? Unë nuk mendoj që SPAK-u ka dështuar në... Pra nuk ka reklamuar mjaftueshëm arritjet e veta ose përpjekjet e veta? Mendoj që kjo është realizuar mjaftueshëm, madje për mendimin tim edhe më tepër se sa duhet. Sepse unë mendoj që nuk duhet të jetë dhe kaq publik. Por kjo vjen për shkakun në mendimin tim që pritshmëria e njerëzve është e shoqërisë është e lartë. Dhe në këto vite, gjithë pritshmëritë e tyre janë drejtuar vetëm te SPAK. Mund të vinë në ditët vetëm denoncime online 40, 50. Në situata nga më të ndryshme. Asnjëherë prej tyre nuk është kompetencë e SPAK-ut. Dhe ka shumë prej tyre që drejtohen edhe SPAK-ut në të mënyrë që ne dimë që s'është kompetenca juaj, por nuk kemi shpresë tjetër. Dhe kjo bën pastaj që të krijohet ky opinion. Kështu që unë nuk e shoh problematik të SPAK-ut. Është problematika e jonë si shoqëri dhe si standard i zbatimit të ligjit në të gjithë administratën shtetërore dhe organet e drejtësisë në tërësi. Në lidhje me këtë, drejtuesi aktual, dhe kjo është e fundit. Ruajtur një lloj barazie që mos jetë e drejtë, e fundit dhe e mbyllur. Ishte shumë interesant prezantimi, kështu që është pashmangshme. Mund të shkosh një ditë në SPAK për... E fundit, në lidhje me këtë, drejtuesi aktual ka shprehur shpesh shqetësimin se numri i referimeve nga institucionet ligjvatuese është i ulët dhe puna e SPAK është bazuar kryesisht në denoncimet e publikut. Keni ndonjë plan për të adresuar këtë? Kam përmendur në platformën time, patjetër bie dakord me këtë konstatim, referimet e kallëzimit kanë qenë të ulta, por ne kemi gjitha mundësitë, kemi kapacitetet e nevojshme, duke patur parasysh dhe numrin e hetuesve që do rekrutohen, do të jemi në gjendje që mbas të vinë ditë që s'do kemi nevojë fare për referimin nga policia e shtetit. Pra ne do të bëjmë prioritetet tona, llogaritë tona me bazën e burimeve tona. Dhe unë mendoj këtë që mund ta realizojmë, sepse me një trup prej 100 hetuesis dhe 40 apo 50 oficerë të tjerë të shërbimit përgjithësore është një strukturë e mjaftueshme për të qenë proaktive dhe për të qenë burimi kryesor i çështjeve të SPAK. Faleminderit. Zoti Hoda apo Mërkuri? Unë tek ato pyetjet se mbajti. Në lidhje me fenomenin e qarkullimit të elementeve ose dosjeve tërësore në media, pra pe bim shkurt me që i keni ngjuar pyetjet, keni ndonjë vizion, domethënë, për qasjen ndaj kësaj fenomeni? Kjo situatë që ndodh nuk po them 100% të rasteve, por 99% të rasteve ndodh kur palët njihen me aktet hetimore, me masën e sigurimit apo me akuzën, dhe kanë të drejtën të marrin kopje të tyre, qoftë mbrojtësi, qoftë i panderuri apo palët e tjera. Atëherë ndodh kjo rrjedhje e materialeve në media, që në këtë moment nuk është më përgjegjësia e prokurorisë, është përgjegjësia atyre që kanë dokumentat, por edhe ndodhet në momentin që aktet më nuk janë më sekret hetimor. Problematika në rastet kur ka rrjedhje të dhënave në momentin që akti është sekret hetimor dhe nuk e di askush përveç grupit të hetimit prokuror dhe oficerëve përgjithësore. Dhe këtu nuk ka nevojë për strategji, nëse kjo ndodh ka vepër penale, fillojnë hetimet siç kanë filluar, pavarësisht se mund të themi që
apo mund të ketë pretendimin që nuk është gjetur ndonjë autor, por mendoj që ka dhënë efekt edhe këto masa, edhe fillimi i hetimeve, sepse kur fillon një hetim nuk i dihet se deri ku vete. Por ajo që mund t'ju them nga ana tjetër, që situata sot në SPAK është shumë herë më ndryshe se sa ka qenë në vitet e përpara. Shumë herë më ndryshe. Por jo gjithmonë kjo situatë mund të prandalohet dhe nuk është gjithmonë kompetenca e prokurorisë. Po, faleminderit. E dyta lidhet me qasjen për zbatueshmërinë e vendimit të gjykatës kushtetuese që unë i quaj prova elektronike, pra aparatet celular që përpara konsideroheshin si sende dhe kontrolloheshin tërësi, ndërkohë gjykata kushtetuese konsiderohet një standard, kompjuterat personal ose të profesioneve të lira, sekuestrimi i pasurive e tjera. Nëse ju zgjidheni drejtues, çfarë qasje do kishit ose si ishte vizioni juaj që t'ja përcillnit frymën dhe tek trupa prokurorëve? E kam përmendur në platformën time që prokuria duhet të jetë e kujdesshme në atë parë me proporcionalitetin e veprimeve hetimore, që veprimi i kontrollit apo kontrolli dhe sekuestrimit të dhënave të mos jetë veprimi i parë apo i dytë, po të jetë një veprim që siç parashikon ligji, të ketë dyshime të bazuara se vepra ka ndodhur ose ka kryer ai person. Deri në këtë moment vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është zbardhur në time, sigurisht që në varësi të atij vendimi prokuroria do normoj sjelljen, mund të nxjerrim edhe një udhëzim të përgjithshëm për të normuar sjelljen në raport me vendimin. Unë kam frikë edhe kam bindje që jo të gjitha gjërat do ezaurohen në atë vendim të gjykatës kushtetuese. Në fakt, dispozita ligjore është e vjetër, thotë korrespondencë, po, në atë kohë kur është bërë ligji referohet zarfeve kam mendimin që ka nevojë për një ndërhyrje ligjore të kujdesshme që edhe organet e hetimit të hetojnë brenda kufive dhe kompetencës tyre dhe të respektojnë dhe të drejtat e palëve. Faleminderit prokurorët e fundit, që normalisht me një pyetje personale, kështu që edhe mos përgjigjeni, karriera juaj në sistem, si ka ndikuar në cilësinë e jetës suaj private dhe të familjarëve tuaj? Për shkak të funksionit, sidomos që në momenti i krimeve të rënda dhe më mbrapa, sidomos në këtë periudhë, sigurisht që sjellja ka ndryshuar. Pra, prokurorët nuk mund të bëjnë një jetë normale si gjithë të tjerët. Nuk po themi se arrim të mbyllur. Por ka ca kufizime që duhet të respektojmë. Ai sa shkon që edhe kur shkon në një lokal kontrollojmë në QKB kush e ka lokalin. E them shumë sinqerisht të pjesë. Patjetër që këto janë kufizime që edhe janë, nuk janë vetëm tek ne, por janë në gjithë vendet e qytetëruara. Por ajo që mund të them është që unë përpiqem të mos ta ndryshoj mënyrën time të jetesë. Sepse në të kundërt do kthesh një situatë negative, ky presioni punës apo ngarkesa e punës. Përpiqem ta mbaj punën larg shtëpisë dhe mos ndryshoj mënyrën time të jetesës.